Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë me porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku fillimisht ia drejtoi sahabiut të nderuar Abu Hurajres radhiyallahu anhu për t'ia përcjell ky i fundit mbar ummetit të pejgamberit alaihi salatu wassalam, e vijon këshillën e tij të pesë dhe të fundit në këtë hadith, duke i thënë: "Wala tukthiri ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahiki tumitu al-qalb." Mos e bëj tradit të qeshurën, se e qeshura e tepërt, pra mos e tepron të qeshur, se e qeshura e tepërt ta vdes zemrën. Vrem se pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij të ndryshme fton për çiltërsi, për fytyrë të buzëqeshur nga ana e besimtarit. Ndaj dhe thot në një hadith të tij: "Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa", ti buzëqeshësh vllajt tënd, ti buzëqeshësh vllajt tënd, edhe kjo është pjesë e sadakas, pjesë e lëmoshës, pra në vlerën e lëmoshës nga kategoritë ndryshme të lëmoshës, domethënë që Allahu ka përcaktuar për ne. Ndërsa në këtë hadith po na bën një ftesë që kujdesni nga e qeshura e tepërt. Kush është diferenca midis buzëqeshjes dhe qeshjes? Hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam në rastin konkret po flet që jetën ta marrim me një lloj serioziteti, jo vetëm me të qeshur, që ata shakat të kenë kufi, jo ta shndrojmë jetën të gjithë në shaka, që e folur ajo në përditshme përtej shoqërisë që mund të kesh me dikë, të ruaj disa norma dhe kritere të cilat nuk duhet të shkelen asesi. Personi i cili e merr çdo gjë me të qeshur përfundon në një grad tjetër, në një grad që quhet ndryshe, domethënë tallje me të tjerët. Ajo që Zoti xhallahu xhelal në Kur'anin e tij famlar thot: "La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum" ila akhir al-aya. Të mos tallet ndonjëri me të tjerët, se ai i cili ti mund të tallësh mund të jetë më i mirë nga ty, pra ti që në rastin konkret domethënë bën si i shkatët apo bën si i zgjuar, bën si i mençur. A do të thotë kjo se profeti sallallahu alaihi wasallam fton për një musliman të zymët, i cili nuk din të qesh, nuk din të bëjë shaka dhe nuk din të jetojë një jetë se si jo të nderuarit e mi. Vetë profeti sallallahu alaihi wasallam preferonte të bënte shaka dhe thonte që unë bëj shaka, por bëj shaka vetëm me të vërteta. Apo kur fliste për personin i cili, pra në kontekstin e saj, domethënë për t'i bërë të tjerët për qeshur, një ndër njerëzit më të ligjë thot në ditën e gjykimit, do të jetë ai person i cili gënjen për t'i bërë të tjerët për qeshur. Gënjen, pra shpik, vetëm e vetëm që të prodhoj të qeshur për të tjerët. Islamit nderuarit e mi na fton e vërtet kjo që jetën ta marrim me sportivitet. Por ta marrësh me sportivitet nuk do të thotë ta marrësh në kontekstin e shakas. Muslimani jeton si një njeri serioz, nuk tallet me të tjerët. Edhe kur bën shaka brenda normave që ka vendosur feja e Allahut subhanahu wa taala. Nuk bën shaka me gjëra të cilat të bëjnë gjuna qartë dhe të ngarkojnë me gjunahe. Nuk bën shaka me veprime, me fjalë apo xheste të cilat e zemrojnë tjetrin. Nuk bëjnë shaka të cilat kalojnë normat dhe përfundojnë në injorime. Gjithçka duket sikur nis nëpërmjet një shakaje dhe përfundon në ruajin e Zot me ndarje të vetë zemrës, me urrëtie. Të nisësh për të qeshur, për të bërë shaka dhe të përfundosh në një urrëtie. Kjo nuk gëzon asnjë lloj justifikimi në fenë tonë islam. Ndaj i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam kur të thotë që largoju të qeshurës së tepërt se ajo ta vdes zemrën. Jemi dëshmitar të shumë rasteve të njerëzve të cilët çdo gjë e marrin me të qeshur, aq sa dhe vdekjen e dikujt apo fatkeqësinë e dikujt e marrin me të qeshur. Nuk gëzojnë asnjë lloj serioziteti për diçka që i ka ndodhur dikujt, lëre më për veten e tyre. Çfarë do lloj dëmi që të kenë shkaktuar në shoqëri, ndjehen të papërgjegjshëm
dhe nuk marrin asnjë përgjegjësi për të rregulluar gjërat. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam bënte shaka ose qeshte me të tjerët, por siç kanë thënë, rrallë herë është parë i dërguar i Zotit alaihi salatu wasalam të qesh me të qeshur të madhe, dhe e kanë konsideruar të qeshurën e madhe me tupathet dhëmballët e fundit. Pra rrallë herë është parë i dërguar i Zotit. Edhe kur qeshte shumica e të qeshurës së tij ishte buzëqeshje. Edhe kur jetonte me shakat e njerëzve në kohën e tij, çiltërsia që përcillte fytyra e tij mjaftonte. Nuk fton Islami në zymtësi, është e vërtetë. Nuk fton Islami, domethënë, si një person i cili nuk e njeh të qeshurën, por në të njëjtën kohë ka vendosur disa kufi të cilët nuk duhet i shkelim asesi, qoftë brenda llojit, brenda gjinisë, pra mashkull me mashkull, apo femër me femër, apo qoftë në shoqërinë tonë, në farefisin tonë, që kalon përtej kësaj, domethënë në mashkull femër. Ndaj të nderuarit e mi, kur të thotë që ajo ta vdes zemrën, sepse nuk merr dot gjë, asgjë nuk e merr më seriozitet. Nuk ndjen përgjegjësi për asgjë. Ndoshta rujna Zot nuk ndjen më keqardhje për asgjë. Po ky duhet të jetë besimtari? I tillë duhet të jetë ai i cili nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala dhe pason të dërguarin e tij? I tillë duhet të jetë ai për të cilët Allahu xhalla xhelalu ka thënë Kur'anin e tij famlar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju keni qenë populli dhe ummeti më i mirë i dalë në faqe të dheut, urdhëronit për të mira, ndalonit nga e keqja dhe këtë e bënit në emër të besimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra besimtarit të nderuarit e mi, ka një kohë për adhurim, ka një kohë për jetesë, ka një proces të caktuar në jetë, që është edhe e qeshura, por e qeshura brenda normave, ajo e cila nuk kthehet në tallje, në nënçmim, në përdhosje të emrit të tjetrit, pse jo, me të metat fizike që Allahu mund t'i ketë dhënë dikujt, ose dikoj i ka krijuar të meta fizike, dhe ti shndrosh këto të metat fizike, domethënë tek tjetri, në një proces tallje, injorimi, apo objekt bisede, si ta shndrojmë bisedën tonë për qeshur. Nuk duhet jetë asesi besimtari i tillë, nuk duhet jetë asesi besimtari e tillë, duhet të gëzojnë seriozitet në marrëdhënie me të tjerët dhe aq më tepër me më të afërmit. Sepse ky mesazh që ti u jep të tjerëve përkthehet tek më të afërmit në të njëjtën kohë. Duke jetuar me më të afërmit, me një lloj serioziteti, jo zymtësie, por me një lloj serioziteti, kur merren përsipër përgjegjësitë, ne i kemi dhënë shembullin atij më të lartit se si duhet të sillet me ty, se si duhet të jetojë me ty, se si duhet të flasë me ty. Mirë, po duke u edukuar me ty ashtu siç e kërkon Islami, ne i kemi dhënë edukatën se si duhet të sillet me të gjitha krijesat e Zotit. Ndaj ndër gjërat e habitshme që tregohet për Imam Buhariun rahimahullah, se kur ka shkuar në një rast tek një person për t'i kërkuar t'i transmetonte një fjalë të profetit alayhi salatu wasalam, dhe ky ta shkruante, thot aty pa një kal të bukur, të cilin kërkoi që të afrohej kali, domethënë i bëri me shenjë dorën, sikur ka diçka dhe kali u afrua, pra i donte thjesht ta prekte. Mirë, po personi i cili e pa nuk pranoja se si t'ja përcillte këtij imamit nderuar këtë fjalë të profetit alayhi salatu wasalam, vetëm për faktin se nuk tregoi seriozitet me kafshën. Pra ajo ishte një truk thjesht që ai të afrohej për ta përkdhelur ose për ta prekur dhe asgjë më tepër. Mirë, po ai tha, një person që për të arritur një dëshirë të tij në sado e vogël qoftë kjo, domethënë qoftë prekja apo fërkimi i këtij kali, përdor një truk i cili në vend tonë nuk duhej thotë të përdorej, imagjino se çfarë bën për gjëra më mëdhore. Ne nuk po flasim për një grad të tillë dhe nuk është se po ftojmë për një grad të tillë, por po ftojmë të paktën që shoqërinë tonë, lidhjet tona, t'i ndërtojmë mbi një seriozitet ku t'jemi të ndjeshëm karshi të tjerëve, karshi asaj se çfarë i zemron apo çfarë i gëzon ato, edhe në çastin kur tjetri
e konsiderojmë se nuk e ka problem gjuhën që ne përdorim, apo formën që ne përdorim në shaka me të themi pra se nuk e ka problem, asesi nuk duhet ta përdorësh sepse ti bëhesh shembull dhe bëhesh model për të tjerët. Dhe profeti i Zotit alayhi salatu vesselam kur ka folur për modelin e keq, ka thënë: "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a." Dhe kush fut në islam një model të keq, një vepër të keqe, pra që bëhet model ai për të ndjekur për në të, ai do të ketë ndëshkimin apo dënimin e veprës të cilën ka vepruar dhe dënimin e mbarë atyre të cilët do ta veprojnë. Pra pasi e kanë këtë si model, pa ju paksuar askujt dënimi dhe ndëshkimi për veprën e shkaktuar. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na përmirësoj veprat tona, të na përmirësoj moralet tona, të na bëjë më të mirë nga ç'na mendojnë të tjerët, dhe të na bëjë të mirë ashtu siç do të na donte Zoti i gjithësisë. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalus salatu wa tammu taslima ala sayyidina wa sayyidil khalq أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Në kontekstin e marrëdhënies së shakas rënditet edhe ligjërimi i cili prodhon vetëm të qeshur. Një diçka që nuk është traditë e profetit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Ndodhte që i dërguari i Zotit alaihi salatu wasalam në raste të rralla të bënte dhe shaka. Ishte njëri, si rasti që përcillet se një grua plak shkon tek i dërguari i Zotit alaihi salatu wasalam dhe i kërkon që të lutet për të, pra i kërkon diçka me seriozitet, ajo që të lutet për të, që Allahu ta fusë në xhennet. Ndërkohë që i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, domethënë në kontekst shakaje, por që përmbante realitetin, që është e vërteta, i thot: "A nuk e din se në xhennet nuk futen plakat?" Ajo që kuptoi plaka në rastin konkret ishte se nuk ka vend në xhennet për të. Dhe u nis të largohet e pikëlluar, ndërkohë që profeti alayhi salatu wasalam e thriti edhe një herë tjetër dhe i tha: "A nuk e din se njerëzit në xhennet nuk futen në moshë pleq, por futen thot në moshën 33 vjeçare, pra nuk ka plak në xhennet, por ka një moshë të cilën e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala për të gjithë xhenetlit." Dhe aty tha domethënë që unë bëj shaka, por kur bëj shaka me të vërtetën, ose kur tha kur thot përcillni prej meje gjithçka, kur jam i qetë dhe kur jam i zemruar, se unë nuk flas vetëm se hak. Dhe kjo është për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra nuk i merret njeriu i cili është i zemruar, ai sa nuk kupton, domethënë se ç'ndodh për rreth tij, nuk i merren për bazë ndoshta edhe fjalët, aq më tepër dhe vendimet të cilat mund t'i ndërmarrin në ato çaste. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam është e kundërta e të gjithë njerëzve të tjerë. Të bësh shaka në ligjërimin vetar, por aq sa është e pranueshme, si puna e kripës në gjell. Pa të nuk hahet, duke ja shtuar shumë sasinë, sërish nuk hahet. Ne dëshirojmë që të jemi të pranueshëm, qoftë në ligjërimin ton, qoftë në jetën ton, qoftë në marrëdhënien ton me njëri tjetrin. Nëse dikë e sheh se bezdiset nga marrëdhënia jote me të forma, gjej formë dhe ndrysho. Mos lejo asesi të humbasësh njerëz të cilët të rrethojnë për dëshira individuale të cilat nuk kanë ndonjë peshë të madhe. Nëse do duhesh të ndryshosh në marrëdhënie me tjetrin për sa kohë që e ka bezdisur ajo lloj marrëdhënie jotja, atëherë ndryshoje, por asesi mos lejo të kesh shkëputje të marrëdhënieve njerëzore. Ndaj sahabiu i nderuar Muawiya ibn Abi Sufjan rahimahullahu radiallahu anhu është konsideruar
si një ndër politikanët më të suksesshëm në jetën e tij. Dhe arsye sepse ai kishte një fjalë madhështore ku thonte, nëse me një person më bashkon, më lidh me të vetëm një fije peri, dhe ai tenton ta tërheqë me të fortë aq sa ta shkëpuz, domethënë lidhjen tonë, unë i lëshoj dorë që ai ta tërheqë, domethënë, por jo se si ta këpuz. Dhe kur e shoh se ai tjetri, domethënë, lëshon pe, e afroj për nga vetja. Pra imagjinoni se sa e vlerësonte lidhjen me të tjerët. Kapitali më i madh në jetë dhe pasuria më e madhe që mund të ketë njeriu nuk është xhepi, të nderuarit e mi. Dhe çfarë kanë të? Nuk janë llogaritë bankare, nuk janë mjetet luksoze, nuk janë tulla e beton që mund të kesh aty ku ti banon, por është njeriu i sinqert, shoku i mirë, shoku i dashur, vllai i mirë, ai i cili të këshillon, ai i cili ta don të mirën ashtu siç e don dhe vetes tij. Lutem ty më të ndushmi Allah na falë na mëshiro. Na bëj se Zot në rrallë të lartë të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë, na mundso Zot ta vëmë të në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë, na mundso Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Të lutem ty më të ndushmi Allah për çdo të muro Allah shëroj. Për çdo të stresuar, të brengosur, të nduar nga hallet dhe brengat e jetës, Zot lehtësoa. Për çdo të vdekur prej muslimanëve, Zot mëshiroj, shndroj varret e tyre në lish për lishtave të xhenetit dhe në ditën kur do të bëhemi prej banorëve të varreve. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah të na ruash ne, rinin ton, vendin ton, na jep Zot stabilitet këtu ku ne jetojmë, kudo që ne shkelim, kudo që ne ndodhemi. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah të na mundsosh të jetojmë me fe dhe në lartësimin e kësaj feje dhe na mundso të vdesim me fe dhe ashtu siç ti do të dëshiroje prej nesh. Të lutemi ty i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove në këtë ditë begat me unë mbledh me kryer një ndër adhurimet të cilat i ke kërkuar prej nesh, na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të tubohemi dhe të mblidhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me kryer të dashurin e zemrave tona Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما